Do t'jem në një komunikim me kolegun Arsen Rusta, i cili do të nësëll disa detaje nga strategjia e SPAK. Arsen, të përshëndes. Përshëndetje, Aida, në vitin e 5 tashmë të ekzistencës së saj, prokuroria e posaçme parashikon për 2 vitet e ardhshme një mundësi për destabilizim për sa i përket kolonave juridike, por e për shqetësime eventuale të cilët mund të cënojnë sigurinë juridike dhe parimet e funksionimit të një institucioni të pavarur. Një ndër risjet më të larta të renditur në strategjinë e veprimit të prokurorisë posaçme të paktën edhe për 2 vitet e ardhshme deri në 2027, SPAK paralajmëron se politika mund të ketë një qasje agresive duke bërë tentativa për ndryshime ligjore. E pikërisht në dokumentin e siguruar nga MCN Live thuhet se risku politik, ndryshimet ligjore që cënojnë aktivitetin e prokurorisë së posaçme është i një niveli të lartë dhe do duhet të ketë veprime për të ndaluar këtë ndërhyrje të politikës. SPAK thotë se do të ketë një qasje parandaluese mbi ndryshimet të legjislacionit që lidhen me funksionimin e prokurorisë posaçme. Por si do ta realizoj SPAK këtë? Zhvillime i takime me grupet parlamentare përkatëse, pra do të ketë takime me grupet parlamentare në fakt përfaqësohen nga krerët e grupeve, rritje e takimeve institucionale me Këshillin e Lartë të Prokurorisë, mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me ndërkombëtarët dhe rritja e komunikimeve me publikun, pra për të informuar publikun se politika tenton të ndërhyjë. Ka padur në fakt kohët e fundit një përplasje në distancë me prokurorinë e posaçme e politikën, ka qenë fillimisht ish presidenti Ilir Meta, i cili ka të cilësuar hetimin ndaj tij një sulm politik dhe duke u drejtuar kreut të këtij institucioni me terma dumduman. Më pas ka qenë ish kryeministri Berisha, kreu i opozitës, i cili ka konsideruar SPAK deri në një organizatë kriminale. Ishte ndërhyrja më e fundit e kryeministrit aktual zoti Edi Rama, i cili për afro 10 ditë me radhë cilësoi SPAK si një institucion i cili ka devijuar nga arsyeja për cilën u ndërtua dhe u krijua, e aktualisht ka një tjetër leksik duke thënë se SPAK ka marrë shpatën nga Partia Socialiste dhe duhet të jetë i pandikueshëm, por nga të gjitha anët e politikës duhet godas krime e korrupsioni. Nga ana tjetër, vetë prokuroria e posaçme dhe prokurorët e këtij institucioni kanë kërkuar që kur ky institucion drejtohej nga zoti Arben Kraj, ndryshime ligjore për të zgjatur mandatin e prokurorëve, pasi në kushtetut mandati i magjistratëve, gjyqtarëve në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit është pa afat, ndërsa i prokurorëve të SPAK është me 9 vite dhe pas 9 viteve prokurorë të SPAK ata nuk mund ta ushtrojnë më këtë detyrë, por kjo kërkesë e tyre nuk u dëgjua nga politika. U riformulua në Këshillin e Lartë të Prokurorisë edhe nga Altin Dumani, por ende politika nuk e ka dhënë një përgjigje. Kanë kërkuar ndërkombëtarët zgjatjen e afatit, por sërish nuk ka një vendimarrje, pasi për të bërë këto ndryshime ligjore, ndryshime kushtetuese, kërkohet edhe pëlqimi i maxhorancës, por edhe i opozitës. Nga ana tjetër, po sipas dokumentit siguruar nga MCN Live, një tjetër risk është edhe ndërhyrja e palishme dhe shantazhimi nga grupet kriminale, nga krimi organizuar dhe nga zyrtar publik në mënyrë të drejtë për drejtë ose të fshehur. Po, Aida. Po, jo, ndalemi këtu dhe pastaj do të kthehem me pyetje nëse ka pra diçka konkrete. Pra, çfarë do thotë kjo që ju sapo përmendët? Se kemi ndarë në disa nga shtyllat kryesore, 3 ndoshta, mund të jenë dhe më shumë, por këtë kemi zbardhur. Çfarë do thotë kjo? Ka pas raste konkrete dhe gjithë kjo strategji vjen sipas së punës që është bërë kajshë, apo lidhet me kushtet aktuale në të cilat është SPAK, që herë është i vetëm përballë politikës, pastaj rikthehet në mbështetja e partnerëve? Në fakt, për sa i përket sulmeve nga grupet kriminale ndaj prokurorëve, nuk kanë munguar, një pjesë e konsiderueshme e tyre në një mbrojtje të posaçme nga shteti, përfshirë familjarët e tyre, ndërsa nga ana tjetër sulmet e zyrtarëve në mënyrë të drejtë për drejtë apo të fshehur nuk kanë munguar deklaratat publike politike që kanë temuar SPAK si të njëanshëm, si në shërbim të politikës, në shërbim të interesave të cilët janë jo ligjore. Por prokuroria e posaçme ka vijuar të kryer hetime dhe vendimet e saj në një pjesë dërmuese janë miratuar edhe nga gjykata. Në këtë strategji një pikë tjetër mjaft e rëndësishme është edhe sulmet kibernetike, të paktën në këtë lët kuptohet se SPAK ka parashikuar atë që në fakt ka ndodhur vetëm pak javë më parë.
Institucioni i prokurisë posaçme është goditur nga një sulm kibernetik, një dosje e cila mbetet diskrete për sa i përket hetimit dhe ndoshta në ditët në vijim do të ketë një bilanc edhe me emrat konkret se për çfarë u sulmua SPAK, cilat janë dokumentat e marra dhe ku përfunduan ato. Një prej të arrestuarve deri në këto momente është Zambak Gjonaj, ish kreu i EVP-s Vlorë, i cili është i arrestuar për ndërhyrje në sistemet kompjuterike, por së bashku me një shtetas tjetër dhe përballen me drejtësinë, por SPAK ende nuk ka njoftuar zyrtarisht, por nuk ka mohuar lajmet e bura publike dhe arrestimin dhe masën sigurisë caktuar ndaj Zambak Gjonaj, por në këtë strategji kuptohet se SPAK ka para lajmëruar se ka para ndier sulmet kibernetike të cilat tashmë kanë ndodhur, por fatmirësisht janë marrë masa dhe sipas kreut prokurisë posaçme vërtet ka patur një ndërhyrje, por nuk është cënuar informacioni sekret dhe siguria e këtij institucioni. Ndërsa ndalur tek arsyeja e kësaj strategjie, është ndërtuar pak muaj më parë dhe pak kohë më parë, por është thuajse aktuale me çfarë ka ndodhur. Kishim largimin për disa javë të partnerëve ndërkombëtar të projektit dhe të mbështetur nga USAID OBDAP. Aktualisht janë rikthyer ekspertët të cilët janë pjesë Shtetet Bashkuara të Amerikës në mbështetje të ekspertizës teknike ndaj prokurorisë posaçme në mbikëqyrjen e ODAP, ata do të jenë sërish të pranishëm, ndërsa ata që ishin me USAID janë larguar. Bashkimi Evropian është shprehur zyrtarisht se nuk do ta ndalë në asnjë moment mbështetjen ndaj prokurorisë posaçme dhe kërkon që të goditet korrupsioni dhe krimi organizuar në nivelet më të larta për të rikthyer besimin e publikut. Por çfarë thot SPAK në ndërhyrjet e palishme të krimit të organizuar, sulme kibernetike, por edhe zyrtarëve? Thot se do të bëjnë ngritjen e kapaciteteve njerëzore në lidhje me sigurinë fizike të punonjësve të prokurisë posaçme në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Lehtësimi i komunikimit të brendshëm dhe në kohë për çdo situatë e cila mund vendosi prokurorët dhe hetuesët në vështirësi. Në fakt kemi pasur raste dhe SPAK ka kërkuar mbrojtje të posaçme, janë vendosur disa prej ose më saktë sipas informacioneve që Emocional Live disponon nga 20 prokurorë të prokurisë posaçme përfshirë dhe kreu e këtij institucioni, 7 prej tyre janë në mbrojtje të posaçme edhe personalisht, por edhe familjarët e tyre për shkak të kërcënimeve të marrë në mënyrë të drejtë për drejtë nga krimi organizuar, por edhe ndërhyrjet e politikës, qoftë në mënyrë të dukshme ose të padukshme. Tani, për të rikthehemi një herë tek SPAK, i druhet ndryshimeve ligjore, konsideron juristë të lartë dhe thotë se do të ketë qasje parandaluese. Ju ma shpjeguat pak më herët me gjithatë se çfarë do të bëj me takime apo edhe me informime sa i takon opinionit publik. Megjithatë, në dy raste Arsen përmendet politika. Kjo e ndryshimeve ligjore, por edhe tek sulmet. Tani, a është përqendruar kjo strategji pikërisht e kjo dhe kur thotë tek ndryshimet ligjore mos ka të bëj me një nisëm atë komisionin e famshëm për cilën pra pritet që të ketë disa ndryshime. Vetë kryeministri ka thënë që disa kohë më parë pra do të ketë një lloj ndërhyrje për ta përmirësuar. Si do ta lexojmë ose çfarë informacione shkel se nuk është rastisht që këtu edhe kur puna për sulme, edhe kur puna për ndryshime ligjore, po politika është. Tani, politika është sa dhe bota e krimit, më pak më shumë këtë unë nuk di ta them, po renditet aty. Në fakt, në disa prej kategorive të konsideruar me risk të lartë, e pranishme është politika, thuajse në çdo moment që konsiderohet risk i lartë për të penguar zhvillimin normal të punës së prokurisë posaçme. Kujtojmë që për disa muajsh në Parlamentin shqiptar është ngritur me votat e deputetëve komisioni për të reformuar reformën në drejtësi, njohur ndryshe si komisioni Xhafa. Dhe aty bu një ftesë publike për të marrë pjesë të institucioneve të reja të drejtësisë, por edhe partnerët ndërkombëtarë, shoqëria civile. Prokuria posaçme ishte për atyre institucione e cila refuzoi pjesëmarrjen, ndërsa Byroja Kombëtare e Hetimit ka çuar ekspert. Nga ana tjetër, gjykata e lartë, gjykata kushtetuese dhe mjaft gjykata refuzuan pjesëmarrjen përfshirë dhe prokurinë e përgjithshme. E sipas argumentit të SPAK, arsyeja për të refuzuar këtë pjesëmarrje ishte sepse ka tashmë një kuadër ligjor. Nga ana tjetër janë kërkesat e SPAK për ndryshime ligjore të cilat nuk janë dëgjuar, por është reagimi publik i kryeministrit Rama, por e përgjigjja e dhënë drejt për së drejti, pikërisht nga oborri prokurisë posaçme, nga
Ish kryeministri Berisha i pyetur nga mikrofoni emocional live se çfarë do të bëjë ai në rast se më 12 maj do të jetë fituesi i zgjedhjeve. Ai është shprehur se do ta shkrijë këtë institucion dhe disa prej prokurorëve do ta kenë vendin tek partnerët ose kolegët e tyre në burg. Por më pas ai e ndryshoi këtë qendrim duke riformuluar dhe duke zbutur dhe sot zoti Berisha thotë se ka nevojë për ndërhyrje ligjore, për rikonfigurim, por jo për shkrirje të institucionit sipas tij. Ajo çka konsiderohet e palishme dhe antikushtetuese është monitorimi që prokuroria e posaçme i bën gjykatës, pra nëse mund të themi në thonjza kontrolli apo përgjigje telefonike ku SPAK ka akses të kontrollojë komunikimet elektronike të gjyqtarëve dhe sipas zotit Berisha dhe sipas Partisë Demokratike kjo konsiderohet antiligjore. Ka apo jo një tentativë, ka apo jo një draft të fshehur, ka apo jo një projekt ligj që po punohet larg syve të publikut, ende nuk ka një informacion zyrtar, por ndoshta SPAK ka një informacion të tillë dhe prandaj thotë që do të ketë një qasje parandaluese. A mundet SPAK të parandaloj politikën, të marrë nisma ligjore, iniciativa ligjore? Kjo në fakt ngre një pikpyetje, pasi ligjvënësi ka të drejtë të propozojë të miratojë çfarë do lloj ligji nëse arrihet me vota, por më pas është një ligj kushtetues apo antikushtetues, kjo është diçka tjetër. Por ku e kemi parë qasjen parandaluese të prokurorisë posaçme? Pati një debat të madh publik në fakt për dosjen apo për vendimin e pritur nga gjykata kushtetuese për vendimin e Sky Encro, aty ku mjaft biznesmen, mjaft antar të botës krimit janë përfshirë në komunikime intensive me politikën e me zyrtar të lartë, aty pritej që të kishte një vendimarrje e cila u zgjat në kohë dhe SPAK bëri një përgjigje parandalues ndaj ose nëse mund të themi një vëzhgim monitoring të sjelljes së një gjyqtari e përkatësisht antari i gjykatës kushtetuese Gendi Ibrahimi. Publikisht nuk u pranua kurrë, as nuk u mohua dokumenti i dalë në media ku për disa ditë me radhë pati një veprim përgjigje parandalues quhet ndaj gjyqtarit kushtetues Gendi Ibrahimi pas informacione se mund të kishte një tentativë për ta korruptuar e santazhuar atë për të ndikuar në një vendimarrje. A është e njëjta me grupet e politikës, pra kreret e grupe parlamentare, apo ka një komunikim shkresor, apo jo, mbetet për të parë, por pikërisht këto tre element konsiderohen risk i lartë, ndryshimet ligjore, sulmet kibernetike, ndryshimet ligjore ende nuk kanë ndodhur, por ka patur paralajmërime, ka një komision për të reformuar reformën në drejtësi ku pjesë e saj është edhe SPAK. Nga ana tjetër ka patur sulme ose santazhe fizike dhe akuzat politikës, qoftë publike, qoftë jo publike, ndaj gjyqtarëve prokurorëve, në rastin më të fundit paktën ka rezultuar dhe tashmë SPAK ka të proceduar penalisht kryetaren e Komisionit të Ligje, zonën Klotita Ferrati Bushka, si person që ka ndikuar dhe ka patur ndërhyrje në dosjen dhe procedimin penal ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj. Çfarë ka ndodhur sa i takon investimit ose strategjisë mbrojtjes kibernetike në SPAK, për cilin ju thoni që ka patur një ndërhyrje për një dosje e cila është diskrete. Ne biem dakord, Arsen, që e gjithë bota tashmë ka probleme të tilla. Ne biem dakord të mënyrës se si na është ndërhyr kudo dhe na janë marrë të dhënat. Por SPAK të paktën, organet e reja të drejtësisë janë organet të cilat kanë funksionuar, kanë patur vëmendjen e partnerëve, si Bashkimet Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. A diti diçka më shumë për mënyrën se si ata kërkojnë ta korrigjojnë ose se si do ta hetojnë rastin në fjalë? Se imagjino ku ndodh brenda strukturës, ndërkohë që ne, gjithë shqiptarët, i kanë sy te ky institucion i cili mund të na mbrojë nga të tjera, le të themi, sulme që mund të na bëhen. Sulmet kibernetike ose përballja konvencionale është tashmë një fushë ku jo vetëm institucionet shqiptare ose shoqëria shqiptare, është thuajse e përhapur gjithandej. Sulmet kibernetike mund të bëhen edhe pa prani fizike fare në një territor gjeografik, pra mund të ketë një distancë, mund të ketë hakera, mund të ketë viruse, ndërsa të paktën sipas informacioneve që Emotional Live ka mundur siguroj, është e konfirmuar zyrtarisht dhe me vendim gjykate se Zambak Gjonaj së bashku me Artion Rokajn
është emri i dytë i personit të arrestuar, tashmë janë të dyshuar për ndërhyrje të palishme në sistemet kompjuterike, e pikërisht në sistemin e menaxhimit të dosjeve në prokurorinë e posaçme. Është e faktuar, po ashtu sa ata kanë mundur të marrin disa informacione, ku kanë përfunduar këto informacione ende nuk është një informacion publik, por pritet që dita ditës pak të ketë një njoftim zyrtar, por edhe të zbuloj se kush qëndron pas Gjonaj dhe Rokaj që janë investuar për të kryer këtë sulm kibernetik në sistemet e prokurorisë posaçme. Janë marrë masat, por gjithsesi ishte nëse mund të themi një situatë, diçka e lënë pa mbrojtje ose diçka ku teknologjia e disponuar nga Zambak Gjonaj dhe Artion Roka ishte më e përparuese ajo prokurorisë posaçme dhe ata mundën të thyen portat e sigurisë për të arritur në këtë ndikim. Është një ndikim i rrezikshëm, është një ndikim kureshtar, thjesht për të tentuar, për të provuar, për të marrë një informacion, apo është një investim i bërë në mënyrë të përqëllimshme për të arritur në sigurinë e një informacioni për ta përdorur apo keq përdorur. Më pas, kjo mbetet për të parë, por kjo tashmë është strategjia ku SPAK ka këto piketa të rëndësishme. Ndryshimet ligjore dhe ndërhyrja e politikës në kuadrin ligjor, sulmet fizike dhe akuzat dhe sulmet publike dhe jo publike, si dhe nga ana tjetër sulmet kibernetike. E qartë, Arsen, para se të falenderoj dhe ndoshta ne do ta vijojmë këtë çështje strategjisë, se mund të ketë edhe elemente të tjerë që mund na vlejnë në ditët në vijim për të parë pak se si funksionon, dhe nga ana tjetër ka çështje sot të cilat në këtë ditë pushimi, po që s'pak her pas here nuk është se na le të themi zbaton 100% se vepron edhe në fundjavë që për ne është pushimi. Po ka ose pak në bazë të pritshmërive, ose si mund të nisë kjo javë nga e hëna e pas, me informacione që kemi. Në fakt, përsa i përket kalendarit zyrtar, sot është një ditë pushimi edhe nisur nga kronologjia e festës komunitetit musliman, Fiter Bajrami, e cila është edhe dita e hënë, jo vetëm për SPAK, por për gjithë institucionet publike, nga ana tjetër prania e oficerëve të Büros Kombëtare të Hetimit, por edhe vetë drejtuesit të këtij institucioni në zyrë, edhe ditën e sotme kanë ndodhur dhe janë në punë, për çfarë përpunojnë dhe mbi cilat dosje, kjo as nuk mund ta dim, por gjithsesi nuk besoj se do të kishte një njoftim zyrtar, ndërsa fletëthirrjes atyre që do të japin deklarime, do të pyeten apo do të paraqiten, deri në këto momente kanë munguar, por SPAK ka treguar se edhe për ditë shtune ose ditë të diele ka patur personazhe të jetës publike, politike e të biznesit, të cilët janë paraqitur në këtë institucion për të dhënë deklarimet e tyre. Momentalisht nuk është se ka një zhvillim të rëndësishëm. Faleminderit Arsen për gjithë sa ndave me ne.